të adhuruar në shtëpinë e Zotit. Hey, we zaten wel een boek om te schrijven. Als je het ook. Amen. Hier is zo getoond Jezus Christus. Dat sneeuwt uit en de hele spirit zijn gekomen. Dëgjoje lutjen time. E pra, unë më vështro poshtë dashurinë tënde, poshtë të vërtetën e shpëtimit tënd. Se po flas pak me gjuhën e Krishtit. Dhe Zot ovës homsal sfiri. Zoti don me pa gjithë njerëzit që janë kriju shëshëm deri në fund të shekullit 20. Nga I erdhi këtij kjo dije dhe kjo fuqi mrekullish? A njeh në një apo jo? Fortuna
Natën e Krishtinëve 63-shit, më se thash meshen, tanë popullin mesh, 4 vetë, bunë hekurat, që më shtjelma, në më të popull, i të nëmë për më parën ditara. Arsyeja, që kishtë të thanë, që po thanë sot popull, jena gjithë bitë e Zotit. Krishti është babi i gjithë njerëzimit, i gjitha njerëzve, gjitha feneve që janë, ka dërgjakun për gjithë njerëzit, jo vetëm për katolikët e kësant, për marë potën. Jeni bitë e të madhë Zotë, me dasht janë tjetërin, me dasht atë dheun, me më për të vërtetën, me përhapët vërtetën, e me nga shpesat e jetës. Arsyeja e dytë, pru në revistën në farmisht John Kennedy, për Mosket, e thanë popët, ka thanë me shper, kriminelin e fjallë pa urtat të kosateshme. E treta akuza, ishte fjalla se, ka dhe mos Zoti 70 vjetë i ka musht me shtarisë. Në 56 jam shukuru me patë shtjepnin e Konstantin Narsi e njëtnim, për eksorcizma, një fjallë që se keni një kur në është latin, se gjithka shkrimi shajt e bota e kulturës katolike anë latin, gjekur latin në gjumë klasike. E natyrshme të falënderoj Zotin që në ka bashku me shtetet me të mija këtu. Falënderoj me gjithë zamër, njerëzit e qeverishi me atë berim e me dashni më kanë përit. Falënderoj kryesisht deputetin Fisnik, të mdoshin, që a përpjek me të në posat me kryetarin e konferencës episkopare Shqipëris, shkërësin e ti Monsignor Zezmetan, edhe ju gjithë, që i keni thënë kërkëshit po shkojnë në shpashin dikushëm, për me u bashku gjithë në emën të Krishtit, e me njerë flamurin e paq e dashnis për gjithë popullit e botës. Edhe muret që janë këtu janë të shpëtarë për atë këtë vend të nëmur, që ka paguar ky popull në tërësi dhe në veçanti djem të nënëve shqiptarë që u tërgjën, që gati gjysmët e atyre kanë lënë e eshtrat këtu, duke u vrarë minjerë, sigurisht dhe duke vdekur nga pakujdesia shëndetësore, nga i shqimi shumë i keq, se jo dhe nga puna shumë e rëndë i betithirje kryeministit qeverisë aktuale. Për 35 vjetë, për këtë shtres nuk është bërë asgjë. U mashtruam me forma të ndryshme, dhe më shpërblime, po faktikisht askush s'ka përfituar nga këto. Kjo është emocioni veçantë për gjithë ne, që ndjekim një mesh pikërisht nga eminenca ti, që kthehet si një kardinal në vendin e përsekutimit, në vendin e burgimit. Këto ndërtesa kanë përjetuar gjak, tmerr. E në fakt, për regjimin komunist, për komunistët to vazhdojnë dhe duan të mos ekzistojnë. Prandaj një thirrje për gjithë ata të cilët realisht këtë vend e duan një vend pelegrinazhi, kujtimi, memorje, ta kthejnë vëmendjen, të kthejnë një muze historik për të gjithë vujtjet që regjimi komunist i solli Shqipërisë. Thirrja ime është për shtetin shqiptar, për qeverinë shqiptare. Ky sit këtu nuk duhet humbet, nuk duhet shkatërrohet, sepse po shkatërru brezat e ri që nuk e kanë jetu të thonë s'ka në asnjë gjë. E kjo do të ishte fatkeqësia më e madhe, sepse ajo që harrohet përsëritet. I vjen për me shpërthallë djallën. Parë thë vesh pali. Doktori madhi popullve, a mas kishë shpali, dini te, në Damask u këthy.